Një operacion I gjerë antidrogë zhvilluar nga policia e Tiranës duke goditur disa grupe që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike në zona të ndryshme të kryeqytetit. Aksioni erdhi pas një hetimi të zgjatur rreth 3 muaj, gjatë së cilës janë dokumentuar aktivitetet palishme të personave të përfshirë. Si rezultat I operacionit janë arrestuar 15 persona të dyshuar si pjesë e rrjetit, ndërsa në total janë lëshuar 36 masa sigurie. 5 prej këtyre masave ishin ekzekutuar gjatë fazës hetimore, ndërkohë që 16 të tjerë vijojnë të jenë në kërkim nga policia. Sipas të dhënave paraprak të arrestuarit, vepronin si në bashkëpunim me njëri tjetrin në kuadër të grupeve kriminale, ashtu edhe në mënyrë të pavarur. Aktiviteti I tyre përfshin shpërndarjen e lëndëve narkotike në ambiente të ndryshme, kryesisht në lokale lagje të populluara të kryeqytetit dhe në disa raste edhe pranë institucioneve arsimore. Gjatë kontrolleve të ushtruara, policia ka sekuestruar rreth 60 kg kanabis sativa, 2 kg kokainë, 4 armë zjarri, si dhe një shumë të konsiderueshme parash të dyshuara se të përfituara nga aktiviteti kriminal. Vurim me pranë uniformave blu bën me dije se hetimet tashmë janë zgjeruar për të identifikuar dhe goditur persona që furnizojnë këtë rrjet me lëndë narkotike, ndërsa policia pritet të ketë zhvillime të tjera në vijim.